Selia blu po ndjen vapën e stinës dhe stinën e humbjes, sheshi i saj bosh dhe temperaturat e larta nuk ftojnë dot humbësit e shumë të Partisë Demokratike në këto zgjedhje që t'i bashkohen doktorit në misionin e tij final. Është vetëm fillimi. Në fakt Berisha ka kohë që ka filluar atë që rivalët e tij e quajnë fushat ndotëse ndaj Shqipërisë. Po merrin e më mbyllën në shtëpi. Merrin më mbyllën në shtëpi se turproi shtëpinë e vet, po turproi dhe vendin e vet. Ç'na doli ky thot me këtë narkoshtetin? Ai keni dëgjuar këtë ditë? Se këta nuk kanë nder. Se të shtrosh sot problemin se ku është narkoshteti, je ushtari pojsh. Po shtërohet Shqipëria, fakt thuhen të pavërteta halucinante që nuk bazohen në asnjë realitet dhe asnjë raport, atë guxon ta thot ai që quhet lideri i opozitës shqiptare. Prisni pak. Prisni, një minutë, ju lutem. Ja pra zonja Maloku, kush është metamorfoza e vërtet. Shqipëria është fri. Është toka e kokainës. Nuk dihet se në çfarë efekti, por doktori të ënën u shfaq i çlodhur dhe me energji, ndonse i duhet pak kohë të gërmojë iPadin e kujtesës digjitale. Alfred e more një mail. I mbetur vetëm me Alfred Lelën në seli, në këtë verë të nxehtë, ku humbësit nuk i afrohen oborit të tij, kurse të mandatuarit kanë marrë pushimet, doktori beson veti pari farsën e tij. Natyrisht, shpërndarja e fshehtë e parave është vështirë të kapet, sepse ata që kryejnë këtë krim elektoral bëjnë çdo gjë që të fshihet. Kamerat e qytetarëve syçelt kanë filmuar momentin kriminal të ndarjes parave për vota. Fole para kohë. Ne edhe presim, por ndërkohë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e Prokuroria kanë folur për akuzat e Partisë Demokratike, sidomos atë të fshatit Pekisht, ku treni bullgar nuk u provua kurrë, po për Berishën e vërtet avonon, por vjen një ditë, se kur nuk dihet akoma. Radhën tjetër apo një radhë pasaj, këtu do paraqes aktin kriminal të trenit bullgar me të gjithë shëmtinë e tij. Por ka një pikë ku Sali Berisha më në fund duket se po dorëzohet. Dy anëtarët e tij në Komisionin e Ankesave dhe Sanksioneve, dukshëm në urdhra politik, kanë vendosur rinumërimin e plotë të Tiranës dhe të ënën edhe të Fierit. Dy qarqet më të mëdha që prodhuan 53 mandate, por që mund të prodhojnë edhe telashe ligjore, sidomos për numëruesi demokrat, që mund të kenë trafikuar vota mes vetë kandidatëve blu, po për doktorin, ligji kap vetëm socialistët. Tani, përsa i përret kallëzimeve penale, të opozitës atë janë bërë një lloj prallë. A do shkojnë apo jo në skap, atë nuk mund të them se do vendosin ata që janë kjo është bërë mbi bazën e kërkesave individuale të kandidatëve.